Mirëmbrëma, mirë se vini në revistën televizive kundër lajmet kryesore do të ndiqni. Erion Velia inkrimon shkarkimin nga posti kryebashkiaku në gjykatën kushtetuese, sipas procedura është antiligjore pasi nuk ka një shkelje të rëndë të provuar në arsyetimin për të. Debatet forta mes opozitës dhe majorancës në seancën e sotme parlamentare, PD insiston në mocion me debat ndaj programit të ekzekutivit, si dhe në nismën e shkarkimit të kryeparlamentarit Niko Peleshi. Kaber Sulqa është autori i dyshuar nga policia për vrasjen e biznesmenit italian, 40 vjeçari nga Mesapliku i Vlorës, është shpallur në kërkim. Sipas policisë, shkak për ngjarjen kanë qenë motivet e dobta. Zemra nuk fal pavarësisht moshës. Në ditën ndërkombëtare të zemrës, mjekët bëjnë apel për të rinjt që të mos abuzojnë me pijet energjike dhe stilin konsumues të jetesës. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s paralajmëron një protestë mbar shqiptare në Tiranë. Sipas tyre, në 17 tetor në sheshin Skënderbej do të kërkohet lirimi i shkreve të ushtrisë së gjykuar padrejtësisht në Hag. Do ndalemi më gjithësisht e lajmet ku Erion Velia i shkarkuar në datën 25 shtator nga detyra kryebashkiakut të Tiranës ka ankimuar vendimin në gjykatën kushtetuese, duke pezulluar efektet e shkarkimit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ish kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka nisur betejën ligjore për të kundërshtuar vendimin e shkarkimit nga detyra. Ai ka depozituar një ankimim në gjykatën kushtetuese ku kërkon rishikim të aktit që e largoi nga posti kryebashkiakut. Në kërkesën e tij, Velia i argumenton se vendimi është i paarsyetueshëm dhe i pambështetur në ligj, pasi mungon një shkelje rëndë e provuar që të justifikojë një masë kaq ekstreme si shkarkimi. Ai thekson se neni 62 përveç qeverisjen vendore nuk mund të zëvendësoj neni 115 të kushtetutës, por duhet interpretuar vetëm në harmoni me të. Sipas tij, mungesa 3 mujore nga detyra nuk ka qenë rezultati i vullnetit të lirë, por pasojë e masës së paraburgimit, pra një pamundësi objektive dhe jo arsye lishme për largim. Në padinë e paraqitur, ai pretendon se vendimi i Këshillit të Ministrave është marrë në tejkalim të kompetencave kushtetuese, pasi është mbështetur vetëm në nenin 62 të nenit 100 të kushtetutës, duke anashkaluar nenin 15. Sipas tij, filtrin e detyrueshëm për çdo shkarkim të një kryebashkiaku. Velia i shton se akti është miratuar pa respektuar të drejtën e procedurës ligjore, duke cënuar funksionimin normal të institucionit të Bashkisë së Tiranës. Vendimi për shkarkimin e Erion Veliajt u mor me 25 shtator nga Këshilli i Ministrave, pas kërkesës së Këshillit Bashkiak të Tiranës, që shpalli vakancën me 50 vota pro. Shkarkimi i Veliajt i ka hapur rrugën zgjedhjeve të pjeshme në kryeqytet, por këto zgjedhje janë pezulluar deri në vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Gjykata e posaçme do të vendosi nëse do të kalojë për gjykim dosjen Veliaj apo do ta rikthejë për hetime të mëtejshme më datën 10 tetor në orën 9 të mëngjesit. Seanca e sotme u shty pasi nuk ishin njoftuar një pjesë të akuzuarve. Velia dhe bashkëshortja e tij nuk ishin në seancë, ndërsa ish-deputetja Klotilda Bushka u paraqit para togave të zeza. Gjykata e posaçme shtyu të hënën seancën për dosjen Veliaj, pasi nuk ishin bërë njoftimet për të pandehurit, duke caktuar datën 10 tetor ora 9 për seancën e radhës. Avokatët e Veliajt, bashkëshortes së tij dhe 28 të pandehurve të tjerë ishin bërë gati me argumentat e tyre për të kundërshtuar akuzat e ngritura, pasi seanca e së hënës ishte për të vendosur nëse dosja do të kalojë për gjykim apo do të rikthehet në prokurori për hetime shtesë. U shty për shkak sepse nuk ishin bërë lajmërimet dhe nuk ishin marrë dieni konform procedurave, se kështu për datën ishin njoftuar, po kuptohet që ligji procedurial dhe procedura e gjykimit kërkon saktësi dhe konfirmim për marrë dieni. Faleminderit. Veliaj nuk ishte i pranishëm në gjykat, as bashkëshortja e tij, të cilët u përfaqësuan nga avokatët. E pranishme ishte ish-deputetja Klotilda Bushka, gjithashtu e marrë pandehur për veprime që fshehin të vërtetën. Ndaj Veliajt rëndojnë 5 akuza: korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, shpërdorim detyre si dhe futje e sendeve të ndaluara në qeli. Ajola Xoxa ka akuza për korrupsion pasiv në 9 raste, gjithashtu në lidhje me subjektet tregtare dhe organizatat jo fitimprurse, si dhe pastrim parash, mos deklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave.
Nisin sulme politike me socialistëve dhe demokratëve për fushatën e zgjedhjeve në Tiranë. Berisha sulmoi sot Manasteliun, për të cilën tha se është e pakrahasueshme me kandidatët potencial të opozitës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha gjatë konferencës për shtyp të hënën me gazetarët, tha se opozita ka një sër kandidaturash të cilat po i shqyrton për zgjedhjet e pritshme të pjesshme në kryeqytet. Zoti Berisha akuzoi ashpër kandidaten e propozuar nga partia kundërshtare Ogerta Manastiliun, për të cilën bëri këtë koment. As nuk ekziston, ta them unë ty, problemi i kandidatëve nga opozita janë disa dhe të pakrahasueshëm secili me korbën e korrupsionit i ka vendosur edhe Nestian Gonin si drejtues fushate për t'ja bërë një Nestian Gon tjetër më vonë. Gjatë konferencës për shtyp të së hënës, Zoti Berisha përshëndeti ata partnerë ndërkombëtar që sipas tij kanë treguar mbështetje për betejën e opozitës. Seansa plenare kësaj të hënë u shoqërua me përplasje mes majorancës dhe opozitës mbi procesverbalin e seancës të kaluar për bërjen e 11 komisioneve parlamentare dhe kërkesën e opozitës për mocion me debat mbi programin e qeverisë. Seanca plenare e kësaj të hënë në parlament është shoqëruar me debate të forta mes majorancës dhe opozitës, duke kthyer sallën në përsëritje të tensioneve të javëve të fundit. Morë leje për procedurë, e do flas për procedurë. Që në nisje opozita ka kërkuar rikthimin e diskutimeve mbi programin qeverisës dhe ka pretenduar se nuk ka në dispozicion rregulloren e re të kuvendit. Ne këtu diskutojmë proces verbalin, ndërkohë Departamenti Amerikan Shtetit thotë që ka një qeveri të tërë që gjen kohën për të shkuar në Aruba, po nuk gjen kohën ky gjatoshi juaj të vi këtu të përballet me opozitën. 2 ministra tuajet kanë qenë të deleguarit e narkosit në samitin e Arubës. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba. Përplasjet nisën në konferencën e kryetarëve ku 2 forcat politike diskutuan mbi rendin e ditës dhe mbi raportimin e institucioneve të drejtësisë. Ja u thash në konferencë kryetarëve, po e përsëris dhe tani. Ky policimi i kuvendit dhe ruajtja e kuvendit me një komision që e keni ngritur dhe sajuar për të gjetur punë xhafës nuk duhet marrë përgjegjësinë e komisioneve të tjera parlamentare. Mandat në këtë legislaturë të 11 duhet ja ndryshoj faqen raportime. Deputetët e rinj të Partisë Socialiste morën fjalën në parlament duke ironizuar qëndrimet e opozitës. Edhe kjo sjellje të vazhdoj kështu në çdo seancë nuk mund të pranohet. Mendoni që na keni dhënë shembullin më të mirë? Nuk mendoj që keni dhënë shembullin më të mirë për ne që jemi të rinj. Ndërkohë në kalendarin e kuvendit u përfshin diskutimet për projekt draftin e kodit penal dhe raportimet e institucioneve të drejtësisë që pritet të shqyrtohen javën e ardhshme. Tirana do të presë në datën 13 dhe 14 tetor forumin e parë të investimeve BE Ballkani Perëndimor të mbështetur nga Komisioni Evropian. Ngjarja synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe të nxjisë investimet midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë Veriut dhe Serbisë, si dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Forumi shihet një moment kyç për integrimin ekonomik të rajonit në BE, duke ofruar një platformë për dialog mes qeverive, institucioneve financiare, por edhe sipërmarrjes. Diskutimet do të fokusohen te rritja e investimeve direkte të huaja, inovacioni dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Shqipëria shpall zyrtarisht në Tiranë ambicien për të udhëhequr në fushën e nanoteknologjisë. Një kongres ndërkombëtar është mbajtur sot në Tiranë duke bërë të ditur vizionin shkencor dhe politik. Sfida e nanoteknologjisë është konfirmuar në një stad të dinamizuar ndjeshëm të hënë në Tiranë, kur kryeministri shqiptar deklaroi se tashmë jemi një kom që guxon të udhëheq e jo të ndjek në ballë të shkencës dhe teknologjisë në këtë rajon. Kongresi ndërkombëtar i nanoteknologjisë që shpalli kalimin e qendrës Nano Alb në Nano Ballkan, zyrtarizoi jo vetëm arritjen e një ekzekutivi inovativ si ai diellës, por ambicien që Shqipëria të jetë një pikë referimi për inovacionin shkencor në dekadën që vjen.
Duke krijuar një ministre të parë në botën e inteligjencës artificiale, Shqipëria nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po përpiqet të bëj pjesën e saj për ta projektuar atë. Përmes saj ne kemi shndruar atë çfarë ka qenë domeni i së mjegulltës në një algoritëm transparent për ta shndruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Duke parë si pjesë të guximit, kryeministri Rama paralajmëroi kanalizimin e më shumë burimeve, reformave institucionale, kapitaleve njerëzore për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë me rezatim në rajon dhe më gjerë. Do dëshironim që çdo program i madh inovacioni, çdo terren shkencor, çdo projekt i infrastrukturës të ketë standarde të larta, llogaridhënie të plotë dhe gjithashtu edhe mbikëqyrje të ndihmuar nga inteligjenca artificiale. Edhe më specifik, kryeministri Rama ka qenë në planet e shkollimit. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër çdo njeri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjitë e së ardhmes të mund t'i bëjë këtu në shtëpi. Në terma më të gjerë, vizioni i shpalosur lidhet me krijimin e një hapësire për njerëzit që të mendojnë në mënyra novatore, të krijohet një brez novatorës që do të çojë përpara ekonominë, industrinë dhe qeverisjen shqiptare. Kamer Sulçaj, 40 vjeçar nga Mesapliku i Vlorës, u shpall në kërkim si autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian 2 ditë më parë në aksin rrugor Nivit Salari. Vrasja e biznesmenit italian 44 vjeçarit Edoardo Sarki ka një autor të dyshuar. Pak pas mesdite, policia e Gjirokastrës bëri të ditur se Kamber Sulçaj, 48 vjeçar nga Mesapliku i Vlorës, është shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit italian. Policia ka zbardhur dhe të gjithë dinamikën e ngjarjes së mesnatës së 26 shtatorit në vendin e quajtur Qafa e Dilanit në aksin rrugor Nivit Salari. Fillimisht, autori dyshuar është konfliktuar verbalisht për motive të dobta me të ndjerin tashmë dhe me shtetasit që e shoqëronin këtë të fundit. Më pas, autori dyshuar ka qelluar me armë vjaska në drejtim të këtyre shtetasve dhe automjeteve të tyre, ku si pasojë të shtënave humbi jetën 44 vjeçari. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një stanje një zonë të thellë malore, midis fshatrave Nivicë dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçari gjatë kryerjes së krimit. Në këtë zonë u gjetë hedhur në shkurrë një çantë në cilën ishin një palë dylbi me rreze infra, një palë dylbi termike, një mbajtëse arme, si dhe një elektrik dore. Në banesën e të dyshuarit dhe të familjarëve të tij, u gjetën edhe rreth 2.5 milion lek, 3 armë gjahu, municion luftarak, 450 fara të dyshuara kanabisi, si dhe 2 kasaforta. 48 vjeçari Kamber Sulçaj do të përballet me 3 akuza: vrasje në rrethana të tjera cilësuese kryer në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe municionet, si dhe prodhim dhe shitje narkotikësh. Seansa ngarkim të ish-kryeministrit Berisha dhe dhëndrit të tij Amarbër Maltezi u shtyr për në 13 tetor. Shkaku bën njoftimet e të panderorëve, ndërsa mbrojtja përsëriti kërkesën për pavlefshmëri të akteve hetimore. Shtyhet seansa në ngarkim të ish-kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Amarbër Maltezi për më 13 tetor në orën 12. Ky ishte vendimi që morën togat e zeza, pasi vetë prokuroria e posaçme kërkoi më shumë kohë. Mbrojtja e Berishës dhe e Maltezit ripërsëritën kërkesën e tyre për pavlefshmëri të akteve hetimore. Tashmë po i hapen petet lakrorit dhe prokurori i dëgjoj dhe javës tjetër, edhe kërkoi kohë që të përgatitet se mbase i bën të vlefshme. Gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijë në themel të një vendimi fajësie. Seanca sotme vijoi me kërkesat paraprake. Natyrisht në kërkesat paraprake u theksua që nuk ka fakt penal, se të zhvillojë njeriu pronën e vet nuk është vepër penale. As këtë të hënë, vetë Berisha nuk ishte i pranishëm në sallë, por u përfaqësua nga avokati i tij. Lidhur me kërkesat e avokatëve të të akuzuarve për pavlefshmëri të akteve, prokurori i dosjes Arben Kraja tha se i duhet kohë për t'u shprehur, duke bërë që seanca të shtyhej. Dosja për aferën Partizani kaloi për gjykim më 19 maj, ku Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, ndërsa Amarbër Maltezi është nën akuzë për korrupsion dhe pastrim parash. Sëmundjet kardiovaskulare po prekin njësoj si të moshuarit ashtu dhe të rinjt. Mbi 50% e vdekjeve kanë si shkak këto sëmundje, ndërkohë që mjekët konstatojnë përkeqësim të faktorëve të rrezikut nga viti në vit.
Sipas statistikave zyrtare, mbi 50% e vdekjeve në vendin tonë kanë si shkak sëmundjet kardiovaskulare. Kjo vjen si pasojë e përkeqësimit të faktorëve të rrezikut, siç janë yndyrnat e larta në gjak, hipertensioni, diabeti dhe duhani, të cilat konsiderohen nga mjekët si vrasës të heshtur. 1 në 2 veta që humbet jetën sot në botë vdes nga zemra. Kjo është një kombëtarë botërore e cila praktikisht na vendos të gjithë përballë një situatë të vështirë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 47% e shqiptarëve vuajnë nga hipertensioni, numër ky më i lartë se mesatarja botërore prej 34%. Hipertensioni është sëmundje e heshtur, e cila në 5% të rasteve vjen pa ankesa, pra pa dhimbje koke, pa marrje mënsh, pa zhurmë në vesh, pa humbje ekuilibri, ndërsa 5% e pacientët të tjerë janë me një ose disa nga këto shenja, çka i bën dhe t'i orientojnë kardiologët. Njerëzit të interesohen më herët se sa shfaqen këto simptoma, sepse shfaqja e simptomave ndodh kur ngushtimi i enës është mbi 75%. Çdo individ që ka një trashëgimi për hipertension tek prindrit apo familjarët e vet do të punojë fuqishëm tek modifikimi i faktorëve të tjerë që janë modifikueshëm, siç është stili i jetesës. Në parësor, mjekët konstatojnë se pacientët shpesh nuk zbatojnë mjekimin siç duhet. Ajo që bën bre është që nuk zbatohet protokolli i mjekimit, i vendosur nga specialisti, ose bëhet në mënyrë të gabuar nga vetë individi. Por zemra nuk po fal as moshat shumë të reja. Stili plotvese i jetesës është shkakur kryesor. Në vizitat që mund të bësh ambulator, të shikojnë që ke pa aq të rinj sa edhe të moshuar. Po shohim që të rinjt punojnë me orare të zgjatura, nuk bëjnë aktivitet fizik mjaftueshëm, gjithashtu dhe abuzimi që ato bëjnë me drograt ose me duanpirje në mosha shumë të vogla. Kontrollet e rregullta dhe stili i shëndetshëm i jetesës mund të parandalojnë 80% të vdekjeve të parakohshme nga sëmundjet kardiovaskulare. Stili i jetesës është stili pa kripra, siç tham, çdo ushqim për mbrojtje kripe do eliminohet, pa yndyrna në ushqimin e tyre, me sa më pak brumra, çka i ndihmon ata përni nga pesha dhe sidomos ecja dhe aktiviteti fizik është fundamentale. Në datën 17 tetor, në orën 17 në Tiranë do të mbahet protesta e radhës nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Organizatorët u bëjnë thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen që të mblidhen në sheshin Skënderbej. Në motën të gjithë bashkë për drejtësi, Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës organizon në Tiranë protestën e radhës në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s. Kreu organizatës Hysni Gucati, gjatë një konference të thirrur në kryeqytet, bëri thirrje që të gjithë shqiptarët kudo ndodhen më 17 tetor në orën 17 të mblidhen në sheshin Skënderbej. Pas protestave të mbajtura në Prishtinë dhe në Den Haag të Holandës, kanë vendosur që protestën e radhës ta organizojnë në kryeqytetin shqiptar në Tiranë, në sheshin e Skënderbeut me 17 tetor në ora 17 të bashkohemi që së bashku dhe të protestojmë kundër padrejtësisë. Xhavid Jashari, kryetari i familjeve të dëshmorëve të luftës, tha se populli shqiptar duhet të reagojë pasi lufta e UÇK-s ka përmasa kombëtare. Ai vuri në dukje se qeveria shqiptare ka kërkuar një rezolutë të përbashkët Kosovë-Shqipëri që ta dërgojë në Këshillin e Evropës. Është duke u sulmuar dhe duke bërë përpjekje për të njëllosur dhe të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu obligohen edhe institucionet kudo që janë Tiranë, Prishtinë dhe Shkup që të reagojnë dhe të kërkojnë jo të përzihen në punë të drejtësisë, por kur kihet parasysh se si është kriju kjo gjykatë, pra nga një rezolutë e Këshillit të Evropës. Azgan Haklaj, kreu i Unionit Artistik Kombëtar, u shpreh se krerët e UÇK-s po mbahen në akt me akuza të rrema, ndërsa Fadil Shurdhaj, kryetari i shoqatës së invalidëve të luftës, përsëriti thirrjen për pjesëmarrje të gjerë më 17 tetor. Sot është një moment historik, çlirimtarët ndodhen në Hag përballë disa akuzave të fabrikuara, ndërkohë Redo Içiçi me shok është i lirë. Të gjithë sot jemi UÇK. Bëj thirrje gjithë shqiptarëve, anë mban që me datën 17 tetor, në ora 17 në sheshin Skënderbeu, na bashkohen të gjithë së bashku me ne të protestojmë kundër padrejtësive. Ish-krerët e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hag prej 5 vitesh, ndërsa nga 15 shtatori mbrojtja e tyre ka nisur paraqitjen e provave dhe thirrjen e dëshmitarëve, ku deri tani janë pyetur 3 prej tyre. Vjosa, një nga lumentë e fundit të egër në Europë, u përfshi zyrtarisht në programin Njeriu dhe Biosfera të UNESCO-s. Ky status e shpall Vjosën trashëgimi botërore dhe shënon një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e saj.
Vjosa, një nga lumenjtë e fundit e egër në Europë, tashmë ka hyrë në historinë e trashëgimisë botërore. Me vendimin e UNESCO-s, ajo është përfshirë në programin Njeriu dhe Biosfera, duke u shpallur një pasuri që i përket jo vetëm Shqipërisë, por mbar njerëzimit. U arrit që Vjosa të merrte të status kaq veçantë, kaq bukur, e cila në thelb përkufizon vlerat unikale të këtij lumi të egër, pra të paprekur deri më sot, përkufizon ndërveprimet njerëzore të banorëve të vetë lumit dhe natyrisht edhe kulturës së saj në gjithë dimensionet, si ato shpirtërore dhe ato materiale. Kjo njihet globalisht tani, duke u përfshirë në atë listën e, po themi, gati 130 vendeve të cilët e kanë një status tillë për të përfshira në këtë program, pra Njeriu dhe Biosfera. Ta kthejnë vërtet një vlerë unikale siç është ajo në të vërtetë për të shërbyer pa diskutim dhe ekonomisë. Nga ana tjetër, operatorët turistik që operojnë në këtë zonë pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e turizmit. Kjo po ndihmon shumë, sidomos në promovimin e përmetit, por jo vetëm të përmetit dhe zonat të rreth e rrotull. Ne ka pasur përfitime si nga ana monetare, por përpiqemi që përfitimet që janë ne të investojmë që njerëzit ta njohin shumë si Lugin. Ky ishte një lajm shumë i gëzuar për ne, na gëzoi shumë. Me shpalljen e Vjosës, pjesë të UNESCO-s, Shqipëria forcon jo vetëm vlerat e saj natyrore, por edhe identitetin si një vend që di të mbrojë pasuritë e rralla. Veshja zadrimore synon të jetë pjesë e pasurive më të çmuara të trashëgimisë jo materiale të mbrojtur nga UNESCO. Dosja është dërguar pranë Ministrisë dhe pritet plotësimi i saj. Me improvizimin e ritualit të marrjes së nusës, i shoqëruar me muzikë dhe valle popullore, nisi aktiviteti organizuar nga Bashkia Vaudes dhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore. Le të shërbej edhe si një promovim i një nisme që tashmë kjo trashëgimi, kjo veshje e zadrimës të marrë hapin e radhës, regjistrimi si trashëgimi kulturore jo materiale kombëtare për t'i dhënë vlerën e duhur si që meriton. E gjitha e punume me dorë, të fillu që me endjen dhe penjen e monashit që e punojnë vetë, në endjen, mlimin, në punimin me vek, në të zgjatë që i thona, edhe është arrit kjo veshje e mrekullueshme finale. Përmes një udhëtimi në kohë, publiku pati mundësinë të njihej nga afër me artizanatin e zonës. Veshja zadrimore do të shumë punë, është me fillimin jo enja, jo mblimi, jo ka shumë punë, derisa dalën me punu pëlhurën, ka shumë punë. Unë faktikisht punojmë të gjallë këtë veshjen e zadrimit, si na të gjitha që njëna bën një proces tjetër dhe plotësojmë tamam veshjen e mërkjes. Ky aktivitet erdhi si një festë kulturore për ruajtjen e identitetit dhe trashëgimisë, por edhe zhvillimin turistik e ekonomik të zonës. Shoqata Tirana zgjodhi këtë të hënë drejtuesit e rinë në takim me strukturat e saj. Shkërgjim Hajdari u emërua kryetari i Asamblesë dhe bëri thirrje për bashkim në mbrojtje të trashëgimisë së kryeqytetit. Shoqata Tirana zhvilloi këtë të hënë një takim me struktura drejtuese të saj, ku u zgjodhën drejtuesit e ri të organizatës. Antarët vendosën që Shkëlqim Hajdari të marrë detyrën e kryetarit të Asamblesë së shoqatës. Duke falendëruar antarët për zgjedhjen e tij në krye të organizatës, Hajdari foli për lashësinë e qytetit dhe mungesën e mbështetjes së politikës për të ruajtur trashëgimin. Ai bëri thirrje për të dërguar në vend dinjitetin e kryeqytetit përmes një lëvizje shpirtërore që do të bashkojë njerëzit pas një dallim dhe pas një paragjykim. Tirana ka qenë gjithmonë një nënë e madhe, ka hapur dyert për gjithë shqiptarët pa bërë kur dallim nga kanë ardhur dhe pse kanë ardhur. Askush nuk ka dhënë më shumë e nuk ka marrë më pak se tiranësit autokton. Ka qenë shembull qytetarie edhe kur është mohuar apo është gabritur e drejta më bazike, prona, përfaqësimi dhe pjesëmarrja. Ne nuk kërkojmë dëshpërim, por do të kërkojmë dinjitetin që na takon dhe atë nuk na jep kush, por do ta marrim vetë. Hajdari shprehu edhe ambicien e shoqatës që ai tashmë drejton. Shoqata Tirana do synojë të bëhet qendra bashkimit të gjitha shoqatave qytetare jo politike në mbar hapësirën shqiptare. Në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi e diasporë. Duam të ndërtojmë një rrjet ku qytetaria të jetë mbi partitë, mbi interesat, mbi pushtetet e përkohshme.
Shoqata Tirana është një organizatë qytetare themeluar për të promovuar vlerat historike, kulturore dhe shoqërore të kryeqytetit, si dhe për të mbështetur pjesëmarrjen aktive të komunitetit në çështjet publike. Caktimi i strukturës drejtuese dhe i detyrave konkrete për secilën strukturë shihet si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së ndikimit të shoqatës në zhvillimin e qëndrueshëm të kryeqytetit. Të paktën 4 persona u vranë dhe 8 u plagosën gjatë një sulmi të armatosur ndaj një kishe në Michigan. Autori u vranë nga policia, ndërsa presidenti Donald Trump tha se duhet jepet fund kësaj epidemie dhune kontare. Të paktën 4 persona u vranë dhe 8 të tjerë u plagosën pasi një person i armatosur hapi zjarr ndaj një kishe në Michigan. Sipas policisë, autori përpara se të sulmonte me armë përplasi automjetin me portën e kishës dhe më pas i vuri flakën ndërtesës. Autoritetet deklaruan se sulmi në kishën e Jezu Krishtit në Grand Blanc, një qytet 100 kilometra në veriperëndim të Detroitit, ndodhi gjatë meshës së të dielës, ku po merrnin pjesë qindra persona. I dyshuari, i identifikuar si Thomas Jacob Sanford, 40 vjeç, u qelluar për vdekje nga policia në parkingun e ndërtesës. FBI, e cila po drejton hetimin, tha se po i konsideron sulmin si një akt dhune, ndërsa motivi sipas saj mbetet ende i paqartë. 2 persona humbën jetën nga plagët e marra nga arma e zjarrit, tha shefi i policisë së qarkut të Grand Blanc, William Renier, në një konferencë për media, duke shtuar se 2 të tjerë u gjetën pa shenja jete brenda kishës. Trump i cilësoi të shtënat ndaj kishës si të tmerrshme dhe tha se ishte një tjetër sulm që synonte të krishterët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo epidemi dhune në vendin tonë duhet të marrë fund menjëherë, u shpreh presidenti. Sulmi në Michigan ndodhi një muaj pas të shtënave ndaj një kishe pra një shkolle katolike në Minnesota, ku u vranë 2 fëmijë dhe disa të tjerë u plagosën. Partia pro-europiane e presidentes së Moldavisë, Maja Sandu, fitoi zgjedhjet parlamentare, të cilat u vlerësuan si vendimtare për të ardhmen europiane të ish Republikës Sovjetike. Partia për veprim dhe solidaritet e presidentes së Moldavisë, Maja Sandu, kryeson në zgjedhjet parlamentare, megjithse u përball me një fushat dezinformimi që besohet se u organizua nga Kremlini. Presidentja 53 vjeçare paralajmëroi për ndërhyrje masive ruse pas votimit, duke thënë se ardhmja e vendit të saj që ndodhet mes Rumanisë dhe Ukrainës ishte në rrezik. Ajo paralajmëroi qytetarët se ardhmja e demokracisë është në duart e tyre. Mos luani me votën tuaj, përndryshe do të humbni gjithçka, u shpreh Sandu. Partia e saj për veprim dhe solidaritet siguroi 50% të votave, duke marrë shumicën e 1.6 milion votave të numëruara, shumë përpara bllokut zgjedhor patriotik prorus që fitoi më pak se 25% të votave. Pjesëmarrja në votime ishte 52%, më e larta e viteve të fundit. Lideri kryesor i opozitës, Igor Dodon, shpalli fitoren përpara se të dilnin rezultatet dhe bëri thirrje për protesta jashtë parlamentit këtë të hënë. Sipas rezultateve paraprake, Partia Pro-Perëndimore pritet të sigurojë rreth 55 mandate nga 101 vende në parlament, mjaftueshëm për të qeverisur pa pasur nevojë për koalicion me parti të tjera. Zgjedhjet u shoqëruan me tensione të larta, përfshirë alarme për bomba në qendra votimi në Itali, Rumani, Spanjë dhe Shtetet e Bashkuara. Alarme të ngjashme pati edhe brenda Moldavisë, ku 3 persona u arrestuan në ndyshimin se po planifikonin trazira pas zgjedhjeve. Moldavia përballet gjithashtu me sfidën e rajonit separatist prorus të Transnistrisë, përgjatë kufirit me Ukrainën, ku ndodhen rreth 1500 trupa ruse. Banorët e këtij rajoni kanë pasaporta moldave dhe shumë prej tyre mbështesin haptazi Moskën. Lideri socialist Igor Dodon akuzoi autoritetet për pengesa ndaj votuesve të këtij rajoni. Fitoria e Partisë Pro-Perëndimore në Moldavi shihet edhe si një fitore e Brukselit, i cili ka kritikuar vazhdimisht Kremlinin për ndërhyrje në zgjedhjet e 28 shtatorit. Për 5 ditë Danimarka ka ndaluar të gjitha fluturimet e dronëve civil si mas sigurie përpara samitit të Bashkimit Evropian që mbahet në 1 tetor në Kopenhagen. Ky vendim është një prej shteteve anëtare të bllokut që javën e fundit ka raportuar incidente me dronë në hapësirën e vet ajrore. Ne do ta mbyllim hapësirën ajrore daneze për të gjitha fluturimet e dronëve civil, nga e hëna deri të premten. Kështu njoftoi Ministria e Transportit në Danimark, ndërsa në Kopenhagen më 1 tetor do të mblidhen krerët e shteteve dhe qeverive të vendeve të BE-s, i ndjekur nga një samit i Komunitetit Politik Evropian më 2 tetor. Kemi në fokus të veçantë sigurinë, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Ministria daneze. Kjo e fundit tha se vendimi u mor me qëllim lehtësimin e punës për garantimin e sigurisë nga ana e policisë. Masa erdhi si pasojë e fluturimeve misterioze të dronëve mbi Danimark të shfaqura në ditët e fundit. Që nga 22 shtatori, shfaqja e dronëve të pa identifikuar në hapësirën ajrore të këtij vendi ka çuar në mbylljen e disa aeroporteve, por të shtunën u raportua praninë dronësh edhe në bazat ushtarake.
Kryeministrja daneze Mette Frederiksen i ka quajtur këto sulme hibride, duke mos përjashtuar Rusin. Deri më tani nuk ka asnjë tregues se kush është përgjegjës për incidentet, ndërsa Moska ka mohuar çdo përfshirje. Ministrat e mbrojtjes nga 10 vende të BE-s kanë rënë dakord të krijojnë një mur me dron në përgjigje të pranisë së mjeteve të tilla, ndërsa NATO-ja thotë se ka rritur vigjilencën në të gjithë Baltikun. Dalimi i fluturimeve do të mbetet në fuqi deri më 3 tetor dhe shkeljet mund të rezultojnë në gjobë ose burgim deri në 2 vjet. Danimarka aktualisht mban presidencën e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian. Me këtë lajm erdhëm në fund të pjesës së parë të revistës televizive, do kalojmë në reklama, por qëndroni me ne, kthehemi pas pak me temën e ditës, do kemi të ftuar analistin dhe publicistin e njohur Presh Zogaj, do flasim për aktualitetin politik dhe jo vetëm pas pak.